Përmbytjet nga shirat në Shkodër, Ministri e Mbrojtjes, situata është drejt normalizimit. Ministri e Mbrojtjes ka njoftuar se strukturat e mbrojtjes civile në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe institucionet përgjegjëse po ndjekin nga afër situatën në gjithë vendin pas rreshjeve të shiut gjatë 24 orëve të fundit. Sipas njoftimit zyrtar, qarkumi i prekur nga rreshjet me intensitet të lartë të Shkodra, ku ekipet e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe forcave të armatosura kanë qenë në teren që prej mëngjesit. Njoftimi i Ministrisë së Mbrojtjes. Strukturat e mbrojtjes civile në bashkëpunim me pushtetin vendor dhe institucionet përgjegjëse janë në teren dhe po ndjekin nga afër situatën në të gjithë vendin si pasojë e rreshjeve të shiut gjatë 24 orëve të fundit. Qarku Shkodër rezulton me i prekur nga rreshjet me intensitet të lartë që nga mëngjesi sotëm ekipet e AKMC dhe FA kanë ndjekur në teren situatën në Bashkim Vaujdejes, ku aktualisht situata është drejt normalizimit. Niveli i ujit është ulur ndjeshëm dhe në disa banesa është tërhequr plotësisht. Në zonat ku banesat rrezikoheshin nga prurjet e projit, po ndërhyet me ekskavator për devijimin e rrjedhës dhe ngritjen në një argjinaturë mbrojtëse. Gjithashtu po punohet në Bashkim Fusharës dhe në njësinë administrative Gurizi për pastrimin e inerteve në akset ku ka patur rënje gurësh për të garantuar qarkullimin normal. Nga qarqet e tjera të vendit nuk raportohen problematika në infrastrukturë apo banesa si pasojë e kushteve të motit. Agjencia Kombëtare Mbrojtjes Civile, Forcat Armatosura të Shqipërisë, strukturat emergjencave civile të bashkive dhe institucioneve në varësi janë në gatishmëri dhe vijojnë monitorimin e situatës në mënyrë të vazhdueshme.